Ignoranca është ullur në shtëpinë e Big Brotherit dhe kuici që i bëri mbrëm vëllai i madh nxori se sa brez apo se sa njerëz analfabet në dijet më minimale ne kemi. Dhe për te pjesës së humorit që është bë kjo gjë në rrjetet sociale që është kthyer në një lloj gallate, në të njëjtën kohë është e trisht që nuk din se sa vite ka shekulli, që nuk din kush është mali më i lartë në Shqipëri, që nuk din gjërat më elementare, më bazike, kur është pavarësia e Kosovës, e bëjnë numra, e nuk i skuqit fytyra, e bëjnë sikur kanë sedër turp për këtë pjesën e kuicit, se është bërë çdo vit dhe drejt që ta hajt duhet e kishin marrë ca informacioni, duhet i lexojnë ca gjëra, jo ne nuk lexojmë këtë, nuk kam lexuar këtë librin. Janë pyetje që i di dhe një njeri në kushte normale dhe jo një VIP që do të jetë i përgatitur, kush e ka shkruar këtë libër, e po si kështu realisht na lodhën, nuk din asgjë. Vetmja gjë që din është të degradojnë njëri tjetrin, të bëjnë një Big Brother ordiner me gjykime, me paragjykime, e duke u mbetur tek gjykime dhe tek kjo loja e fjalëve të pista, e fjalëve etike që e fyen dignitetin. Shumë dakord që doli Greta. A ishte Greta një pateris që nuk i donte më lojës së Selin dhe e hoqi produksionin, nëse do ta mbajmë në këtë prizëm, pasi është Rogerti që ka fyer, që ka njëllosur atë gojë që e ka bërë qelburir me Selin, që i ka thënë ti je një mbetje trupore në Dubai, a nuk është e njëjta me fjalët kurve dhe prostitut që tha Greta, apo fjalët që tha Greta ishin më të rënda dhe duhet të ikte. Sigurisht që unë e bashkova vendimit të vëllait të madh se edhe Greta ja futi kohët e fundit dhe u kthy vetëm në shërbim të lojës së Selin, edhe pse ishte paksa e lezetshme me të folurin e saj, me humorin që kishte dhe me të gjithë sjelljen që bëri në shtëpi, sigurisht që do të mbahet mend si kunata e Selin, se është bërë ky Big Brother me kunata, me shok, me baballar, të gjithë pro një produkti për të nxjerrë Selin fituese. Që s'ka standarde, ky edicion nuk ka standarde, nuk dua të rikthehem se humbas kohë me diçka që ne e dimë dhe mirë kuptojmë që Rogerti nuk e nxjerr askush përveç se vetë produksionin, dhe është diçka që dua ta lidh me produksionin, se më bëri shumë përshtypje intervista që kishte babai i Selin. Sigurisht që duhet flasi një person tjetër për Selin dhe t'japi detaje dhe ushqim lojës që edhe ajo e bën brenda shtëpisë, që ishte tek fan klubi me Kiara Tito. Nuk më pëlqeu edhe qasja pakse ironike, dhe pse për disa mund të ishte një gentleman që respektoi Kiarën, kur kjo me një lloj mirësie ja kërkoi her pas here që të ishte i qytetëruar dhe i matur me fjalët që thoshte. Për pjesën e burgut tha, unë e kam sajuar vetë, tezja e Selinës nuk e din siç pretendon Rogerti që ja ka thënë ajo, dhe tha Sara Hoxha, pra duke përmendur producenten. A është pjesa e burgut diçka që është krijuar nga produksioni, se babai i Selin u shpreh, e kam krijuar unë, a të çojnë të gjitha rrugët në këtë qasje për ta shpall këtë vajzë fituese, edhe për luajnë të gjitha nivelet, të gjitha ofendimet, të gjithë çdo lloj banaliteti që për mua duhet të kenë përgjigje, se është akuzë tepër e rëndë kjo pjesa që unë sajova, vetëm produksioni e dinte dhe duhet të dalin ata që e kanë ditur informacionin dhe të ballafaqohen me mua se ku e mori vesh Rogerti. Rogerti është në shtëpi, i vetmja kontakt që i ka është o me Ledionin, o me opinionistët, ose tek dhoma rrëfimit, e cila ka gjithmonë misteri se çfarë ndodh aty. Por duke u mbetur tjetër tek situata e televotimit që është Gimbo dhe Brikena, nuk po shikoj një tjetër aktivizim të dyve. Brikena vijon të jetë e strukturuar në atë që do të japi sipas llogarive të saj tek publiku, edhe pse ka një mbështetje marramëndse, kam dëgjuar që mund të shkojë një helikopter me trëndafila për të dhe për Mateon, ka një simpati të madhe për të, edhe pse nuk është çift me Mateon, por i pëlqen audiencës që e mbështesin këto dy persona që në sytë e publikut janë një çift, por ndoshta një lloj naturaliteti që kanë me njëri tjetrin, që nuk e kanë këtë situatë të agravuar apo të shtuar për lojë, por janë në ato ujërat e përqafimeve, prekjeve, dhe që nuk duan ta përdorin
këtë situatë që shpreh dhe Brikena dje në atë bisedën që kishte me Mateon, si ishte zëmëruar nga Prime i së shtunës, e cila tha që unë me këtë lloj niveli nuk mund të jetoj dhe nuk dua të dal në Prime, ishte e duhur si qasje, për nëse realisht nuk do Brikena të qëndrojë në atë shtëpi, do të ishte më e nderuar, do të ishte më guximtare, gjë që nuk e ka ende në lojë, dhe pse unë pak a shumë kam një qasje pozitive për të, se jo vetëm që ka treguar që në Big Brother mund të jesh edhe njeri, jo vetëm lojtar, por nëse do ta bënte që do dilte nga shtëpia, do të fitonte më shumë pikë. Por bëri një zgjedhje të gabuar, se e ka këtë pjesën që do të luaj kartën e fisnikërisë, e ndershmërisë, e një vajze që ka norma, që zbaton traditat, kulturën, se edhe në emision është folur që ajo i pudhorën vjerës, pra ajo din se ku të ngacmoj një popull që ndoshta i shikon këto gjëra dhe bëhet një lloj viraliteti ngacmues edhe, por sidoqoftë me sjelljen e saj ka treguar që mund të bësh edhe një Big Brother duke qenë njëri, edhe një herë ku pati një lloj nervozizmi me Edisën që e preku te Moza të bëhet çikse e tepruar, se nuk është se e gjukoj apo i tha fjalë të degraduara, thjesht tha kujdes se po të pëlqasin. Pra edhe kur kishte një moment që mund ta shikonim Brikenën edhe të përfshirë në lojë, pati një lloj stepi edhe nga opinionistët, por edhe nga Ledioni që e pati një lloj ironie në fillim të Prime-it të së shtunës, që ja ktheu Edisës, e cila u shpreh që Brikena dhe Ledioni kanë një lloj simpatie për njëri tjetrin dhe ai i bëri një kunj, ndërkohë tek Prime nga Mesi i tha nuk më pëlqen hipokrizia, dhe ishte një lloj sinjali që Brikena duhet ta merrte se kush duhet të dalë. E kam thënë që Gimbo është më lojtar në atë shtëpi, është më dinamik, ka pasur përballje, ka pasur situata, le të themi konfronti me Mirin, me Rogertin, është treguar ndoshta diku edhe i matur në raporti që kishte me Selin edhe me Mirin, duke parë të gjithë situatën dhe se si është parë qasja e Mirit jashtë, ai nuk u fus me atë trysnim për ta ulur apo për ta nënvlerësuar Mirin si burr edhe për ta goditur në këtë tipar, edhe pse nuk po pëlqen që ka një lloj përqeshje që i bën Brikenës, nuk është në portokalli, ta lëm portokallin ta bëj punën që bën, por sidoqoftë në kuadër të lojës Gimbo është më i përfshirë, por Brikena ka diçka që ky Big Brother bëhet për audiencë, dhe është audienca që e ndjek, që e voton, edhe që ka një simpati të jashtëzakonshme të madhe dhe që duan ta shikojnë në raport me Mateon, se ky fundit është shumë njeri në atë lojë, është shumë babaxhan, është shumë djaloshar dhe nuk është skemaxhi apo që të krijoj apo që të japi tek publiku edhe ndjesi siç janë ato negative si xhelozia, smirlliku apo një lloj propagande që nuk e ka. Pra është shumë i lirshëm në qasjen e tij si njeri, e sigurisht që Mateo dhe Selin janë pretendent për ta fituar këtë Big Brother. Kjo gjë po flitet edhe në oborret e topit, jo që isha unë prezent sot, por që është e kuptueshme, është e ndjeshme kodo dhe audienca. Pra për efekt loje tani për këtë gjë që nuk është parë ende, se si mund të jetë në çift Brikena, a do të rrëzoj të gjitha ato parimet e kulturës, e traditave që ka ushqyer përgjatë rrugtimit të saj, apo do të shndërrohet në lojtarin në ditën e 90. Sigurisht që është një televotim ku po hidhet leku lum për të nxjerrë njërin e për të nxjerrë tjetrën, se kush do dali këtë ne do ta mësojmë vetëm në Prime-in e së martës, edhe duke qenë që shtëpia po rindizet sërish me këtë lloj banaliteti, do doja të ndija dhe mendimin tuaj se kush realisht rrezikon edhe apo bëhet një lloj qasje, edhe një lloj loje narrative që të gjitha rrugët të shkojnë tek Selin. Por më kryesorja, mos harroni t'i bëni subscribe dhe kanalit ton Koha Jo në YouTube.